Mbrëmja e vitit të ri kthehet në dramë, fjolla përballë të gjithëve, e vetme kundër shtëpisë, ajo që duhej të ishte një mbrëmje festive, plot drita, muzikë dhe urime për vitin e ri, u shndërrua në një dramë të vërtetë për fjollën në shtëpinë e Big Brother Kosova. Në vend të buzëqeshjeve dhe gëzimit, ajo u përballë me një nga netët më të vështira që ka përjetuar brenda këtij formati. Gjatë mbrëmjes, tensionet e mbledhura prej ditësh shpërthyen njëra pas tjetrës. Fjolla u gjend përballë pothuajse të gjithë banorëve, të cilët nisën ta kundërshtojnë, ta sulmojnë me fjalë dhe ta vendosin në qendër të akuzave. Atmosfera u rëndua ndjeshëm dhe festa humbi kuptimin e saj. Mes zhurmës, ofendimeve dhe sulmeve verbale, fjolla reagoi me zë të lartë dhe me emocione të forta. Ajo nuk u tërhoq dhe nuk heshti. Përkundrazi, u përballë ballë për ballë me situatën, duke shprehur revoltën dhe dhimbjen e saj. Ju jeni antivlera, u shpreh ajo. Unë jam vlera. Ju jeni si macja me miun. Unë nuk jam legen. Fjalët e saj ishin një shpërthim emocional, një përzierje revolte, vetëm mbrojtje dhe lodhje nga presioni i vazhdueshëm. Ishte e qartë se fjolla nuk po fliste vetëm për atë moment, por për gjithçka që kishte përjetuar brenda shtëpisë, gjykime, keqkuptime, akuza dhe ndjesinë se ishte bërë objekt sulmi kolektiv. Banorët e tjerë reaguan në mënyra të ndryshme. Disa vazhduan ta kundërshtojnë, të tjerë qëndruan në heshtje, ndërsa disa u dukën të befasuar nga intensiteti i situatës. Ajo që ra në sy ishte fakti se fjolla u ndje e vetme, e rrethuar dhe e detyruar të mbrojë veten në një moment që duhej të ishte simbol i bashkimit dhe fillimit të ri. Kjo mbrëmje e vitit të ri nxori në pa anën më të errët të lojës së Big Brother Kosova, presionin psikologjik, efektin e turmës dhe mënyrën se si një banor mund të izolohet emocionalisht. Fjolla u shfaq si një bishë e madhe në kuptimin simbolik, jo nga agresiviteti, por nga qëndrueshmëria përballë një sulmi të përbashkët. Publiku reagoi. Fjolla shpërthen në lot në dhomën e rrëfimit, emocionet dhe fjalët e Oltës e prekin thellë. Në shtëpinë e Big Brother Kosova ka momente kur zhurma, debatet dhe tensionet ndalen dhe vendin e tyre e zë emocioni i pastër. Një nga këto çaste ndodhi kur fjolla hyri në dhomën e rrëfimit, e mbushur me ndjenja të forta që nuk arriti t'i mbante më brenda vetes. E ulur përballë kamerës, fjolla nisi të flasë me zë të dridhur. Fjalët e Oltës, lavdërimet dhe mënyra si ajo e kishte mbrojtur dhe vlerësuar, e kishin prekur thellë në shpirt. Ajo nuk e fsheu dot emocionin, lotët nisën t'i rridhnin ngadalë, një nga një, si pasqyrim i gjithë peshës që kishte mbajtur mbi supe. Fjolla tregoi se sa e vështirë është për të qëndrojë fort çdo ditë, sidomos duke qenë nënë e 2 vajzave. Ajo foli për përgjegjësinë që ndjen, për frikën se mos keq kuptohet, për dhimbjen që i shkaktojnë akuzat dhe fjalët e rënda, por edhe për mirënjohjen e madhe kur dikush e sheh dhe e vlerëson siç është në të vërtetë. Lavdërimet e Oltës nuk ishin thjesht fjalë për lojë, ato ishin njohje e sakrificës, e forcës dhe e karakterit të saj. Pikërisht kjo e bëri fjollën të shpërthejë në lot. Ajo pranoi se nuk është mësuar të dëgjojë fjalë të mira, sidomos në një ambient ku shpesh dominon gjykimi dhe kritika. Jam lodhur duke u mbrojtur. U shpreh ajo mes lotësh. Kur dikush flet mirë për mua, më shkon direkt në zemër. Lotët e fjollës nuk ishin dobësi, por një çlirim emocional. Ishin dëshmi e gjithë barës emocionale që ajo ka përjetuar brenda shtëpisë dhe jashtë saj. Ky moment tregoi një fjollë të vërtetë, të zhveshur nga çdo maskë loje, një grua e ndjeshme, por e fortë, që mban shumë më tepër se sa duket në sipërfaqe. Publiku e përjetoi këtë skenë me shumë empati. Shumë u prekën nga sinqeriteti i saj dhe nga mënyra se si një fjalë e mirë, një vlerësim i ndershëm, mund të bëjë që një njeri të thyet nga emocionet. Ishte një kujtesë e fortë se pas çdo banori të Big Brother Kosova fshihet një histori. Në Valdrin Sahiti i del në krah fjollës, një qëndrim i fortë kundër akuzave dhe dhunës në shtëpinë e Big Brother Kosova. Një nga momentet më të forta dhe më domethënëse erdhi kur Valdrin Sahiti vendosi t'i dalë hapur në krah fjollës, duke marrë një qëndrim të prerë dhe njerëzor përballë akuzave dhe fjalëve që po qarkullonin rreth saj. Në një ambient ku debatet shpesh dalin jashtë kontrollit dhe fjalët peshojnë shumë, ndërhyrja e Valdrinit u pa si një akt guximi dhe përgjegjësie. Valdrini u shpreh qartë dhe pa ekuivoke, duke theksuar se disa kufi nuk duhet të kapërcehen kurrë. Pavarësisht lojës apo tensioneve në shtëpi, nuk mundet një mashkull me dhunu një nën të 2 çikave. U shpreh ai me ton serioz dhe të vendosur. Kjo deklaratë solli heshtje në ambient.
Banorët e tjerë u ndalën dhe dëgjuan me vëmendje, sepse fjalët e Valdrinit nuk ishin thjesht një mbrojtje për fjollën, por një mesazh i fortë kundër çdo forme dhune, gjykimi apo fyerjeje. Ai theksoi se fjolla, përpara se të jetë banore e Big Brotherit, është nën, grua dhe njeri, dhe se askush nuk ka të drejtë ta sulmoj apo ta ul dinjitetin e saj. Valdrini foli edhe për përgjegjësinë që kanë burrat në mënyrën se si flasin dhe sillen, sidomos ndaj grave. Ai e bëri të qartë se loja nuk justifikon fjalë të rënda apo akuza që prekin nderin, familjen dhe identitetin e dikujt. Për të, respekti është vijë e kuqe dhe nuk negociohet as në kushte presioni apo provokimi. Fjolla u pa e prekur nga ky qëndrim. Edhe pse nuk foli shumë në atë moment, qëndrimi i Valdrinit i dha asaj mbështetje morale dhe forcë, duke treguar se nuk është vetëm përballë sulmeve dhe keqinterpretimeve. Ky solidaritet u pa nga shumë banorë si një nga momentet më njerëzore dhe më të sinqerta të këtij edicioni. Publiku reagoi fuqishëm ndaj kësaj skene. Shumë e vlerësuan Valdrinin për guximin për të folur hapur dhe për të vendosur kufi të qartë mes lojës dhe respektit njerëzor. Deklarata e tij u pa si një mesazh i rëndësishëm shoqëror që shkon. Alba, Benita dhe Ludo në një bisedë të ndjeshme, kufit, familja dhe keqkuptimet në shtëpinë e Big Brother Kosova, edhe bisedat më të thjeshta shpesh kthehen në momente tensioni dhe keqkuptimesh. Një situatë e tillë ndodhi gjatë një bisede mes Albës dhe Benitës, ku tema kryesore ishte Ludo dhe jeta e tij personale jashtë shtëpisë. Alba, duke folur me bindje, i tha Benitës se Ludo nuk ka të dashur dhe se këtë gjë e di shumë mirë. Ludo nuk ka të dashur, u shpreh Alba. E di unë këtë. Kjo deklarat nuk kaloi pa u vënë re nga Ludo, i cili reagoi menjëherë, i habitur dhe pak i bezdisur nga mënyra si po flitej për jetën e tij personale. O bobo, tha Ludo me ironi, po qa do ajo? Ai vazhdoi duke sqaruar se, pavarësisht thashethemeve apo interpretimeve të tjerëve, ka disa kufi që nuk duhen kaluar. Ludo theksoi se familja është një vijë e kuqe për të dhe se askush nuk duhet të hyjë në tema që nuk i përkasin lojës, sidomos kur nuk ka një limit apo miratim të qartë, përderisa nuk ta jep limitin te familja, u shpreh ai me ton serioz. Ti nuk duhet të hysh. Fjalët e Ludos e ndryshuan atmosferën e bisedës. Benita mbeti duke dëgjuar me vëmendje, ndërsa Alba u përpoq të shpjegonte se nuk kishte pasur qëllim të keq, por thjesht kishte shprehur atë që mendonte se ishte e vërtetë. Megjithatë, ishte e qartë se për Ludon kjo çështje ishte delikate dhe e ndjeshme. Ky moment nxori në pa një nga temat më të forta brenda shtëpisë së Big Brother Kosova, kufit mes lojës dhe jetës personale. Ndërsa disa banorë i përdorin informacionet personale si pjesë të strategjisë së lojës, të tjerë kërkojnë respekt dhe distancë, sidomos kur përfshihet familja apo jeta jashtë shtëpisë. Publiku e pa këtë situatë si një përplasje të qetë, por me shumë domethënie. Disa e mbështetën Albën për sinqeritetin e saj, ndërsa të tjerë u rreshtuan me Ludon, duke vlerësuar qëndrimin e tij të prerë për mbrojtjen e privatësisë dhe respektin ndaj familjes. Në fund, kjo bisedë Përplasjen e ashpër mes Hygertës dhe Labinotit, fjalë të rënda dhe tension maksimal në shtëpinë e Big Brother Kosova, tensionet arritën një tjetër kulm gjatë një përplasjeje të fortë mes Hygertës dhe Labinotit. Një debat që nisi me ironi dhe nerva të përmbajtura, shumë shpejt u kthye në një shkëmbim fjalësh të rënda, ku emocionet dolën jashtë kontrollit. Hygerta, e acaruar dhe e prekur nga komentet dhe qëndrimi i Labinotit, shpërtheu pa hezitim. Ajo ju drejtua atij me tone të ashpra, duke e bërë të qartë se nuk toleron asnjë lloj provokimi, sidomos kur preket jeta e saj personale dhe familja. O budalla, i tha ajo me zë të lartë. Unë e kam gocën të shtëpia, mua s'më bën gjë me një kukull fjolla. Fjalët e saj u shoqëruan me një qëndrim të fortë dhe të prerë, duke treguar se për Hygertën ka kufi që nuk duhen kaluar. Ajo vazhdoi edhe më ashpër, duke ju drejtuar Labinotit, o njeri i trash, s'ke byth me e përmend Hygertën. Mos guxo. Atmosfera në shtëpi u rëndua menjëherë. Banorët e tjerë u ngritën nga vendet e tyre, disa duke u përpjekur të qetësojnë situatën, të tjerë duke ndjekur debatin me habi dhe tension. Ishte e qartë se kjo nuk ishte thjesht një grindje e zakonshme, por një shpërthim emocionesh të mbledhura prej ditësh. Labinoti, i vendosur përballë një reagimi kaq të fortë, mbeti i befasuar nga ashpërsia e fjalëve, ndërsa Hygerta tregoi një anë shumë mbrojtëse dhe dominante të karakterit të saj.
Për të, familja dhe dinjiteti personal janë vija të kuqe dhe çdo përmendje apo provokim në atë drejtim shihet si sulmi drejt për drejt. Ky debat nxori edhe një herë në pa se Big Brother Kosova është një lojë presioni të madh psikologjik, ku nervat, fjalët dhe reagimet shpesh dalin jashtë kontrollit. Publiku u nda në mendime, disa e pan Hygertën si të fortë dhe të vendosur për të mbrojtur veten dhe familjen e saj, ndërsa të tjerë menduan se gjuha e përdorur ishte tepër e ashpër dhe e panevojshme. Në fund, kjo përplasje la pas një atmosferë të Valdrin Saiti i ashpër me Labinotin. Nuk ka njeri që ndan një çift po pati dashuri. Në shtëpinë e Big Brother Kosova, debatet po bëhen gjithnjë e më të drejtpërdrejta dhe pa filtra. Një nga momentet më të forta ndodhi kur Valdrin Saiti u përball ashpër me Labinotin, duke ju kundërvënë hapur deklaratave dhe akuzave që ai kishte bërë ndaj Fjollës dhe marrëdhënieve brenda shtëpisë. Valdrini, me ton të prerë dhe pa asnjë hezitim, e vuri Labinotin përballë realitetit, duke i bërë të qartë se po e shtrembëronte të vërtetën. Nuk ka byth kush me enda një çift, ju drejtua ai drejt për drejt. Siç ke thënë ti te Fjolla. Ai vazhdoi edhe më qartë, duke theksuar se përgjegjësia për një lidhje nuk mund t'i hidhet një personi të tretë, nëse nuk ka dashuri, ata ndahen vetë. Jo se i ka ndarë Fjolla. Fjalët e Valdrinit ranë rënd në ambientin e shtëpisë. Banorët e tjerë mbetën duke dëgjuar në heshtje, ndërsa tensioni u ndje menjëherë. Ishte një ndërhyrje e fortë, që nuk kishte për qëllim të krijonte dramë, por të vendoste një kufi të qartë mes realitetit dhe akuzave të padrejta. Valdrini tregoi qartë se nuk pranonte narrativën e fajsimit të Fjollës për prishjen e marrëdhënieve të tjerëve. Për të, dashuria është vendimi i dy personave dhe fundi i saj nuk mund t'i vishet askujt tjetër. Ky qëndrim u pa nga shumë banorë si i drejtë dhe i guximshëm, sepse sfidoi drejt për drejt një nga linjat më të nxehta të debatit në shtëpi. Labinoti, përballë këtij reagimi të drejt për drejt, mbeti për disa çaste pa fjalë, ndërsa tensioni mes tyre u bë i dukshëm. Ishte e qartë se kjo përplasje nuk ishte thjesht personale, por lidhej me mënyrën se si perceptohen marrëdhëniet, fajsimet dhe përgjegjësitë brenda lojës. Publiku e pa këtë moment si një nga më të sinqertët dhe më realistët e ditëve të fundit në Big Brother Kosova. Shumë e vlerësuan Valdrinin për qëndrimin e tij të prerë dhe për faktin që tha me zë të lartë atë që shumë e mendonin: një lidhje nuk prishet nga një person i të. Debat i ashpër mes Albës dhe Hygertës, fjalë të rënda dhe tension maksimal në shtëpinë e Big Brother Kosova, tensionet mes banorëve sa vinë shtohen dhe një nga përplasjet më të forta ndodhi mes Albës dhe Hygertës. Një debat që nisi si një shkëmbim mendimesh u shndërrua shumë shpejt në një përballje të ashpër, ku fjalët e rënda dhe akuzat personale morën vendin kryesor. Hygerta, e acaruar dhe e vendosur, ju drejtua Albës me tone të forta, pa u përmbajtur as pak. Ajo i tha hapur se sjellja e saj në lojë ishte e papranueshme dhe se mënyra si po luante ishte e turpshme. Është turp për këtë lojë që bën ti, i tha Hygerta me zë të lartë. Dukesh e sforcuar, je shumë e ulët në mënyrën si sillesh. Këto fjalë ndezën edhe më shumë situatën. Alba reagoi menjëherë, e prekur dhe e revoltuar nga akuzat, duke u përpjekur të mbrojë veten dhe lojën e saj. Ajo theksoi se çdo banor ka mënyrën e vet të lojës dhe se askush nuk ka të drejtë ta gjykojë apo ta ulë tjetrin me fjalë kaq të rënda. Banorët e tjerë u mblodhen rreth tyre, disa duke u përpjekur të ndërhyjnë për ta qetësuar situatën, të tjerë duke ndjekur debatin në heshtje. Atmosfera në shtëpi u bë e rëndë dhe tensioni ndihej në çdo cep. Ishte e qartë se ky debat nuk ishte thjesht për lojën, por për grumbullimin e pakënaqësive dhe keqkuptimeve që kishin kohë që zjenin mes dy vajzave. Ky përballim tregoi edhe një herë se Big Brother Kosova është një lojë psikologjike, ku presioni, nervat dhe dëshira për të dominuar shpesh i çojnë banorët në kufijtë e durimin. Fjalët e Hygertës lanë gjurmë, ndërsa Alba u shfaq më e fortë dhe e vendosur për të mos u tërhequr nga loja e saj. Pavarësisht kritikave, publiku mbeti i ndarë. Disa e pan Hygertën si të drejtpërdrejtë dhe pa filtra, ndërsa të tjerë menduan se fjalët e saj ishin të tepruara dhe fyese. Nga ana tjetër, Alba u pa si një banore që di të përballojë presionin dhe të qëndrojë në këmbë edhe kur sulmohet ashpër. Në fund, ky debat shtoi edhe më shumë zjarr. Gati për prime, Toni dhe Dolce, cifti përsosur para kamerave në shtëpinë e Big Brother Kosova, momentet para primeit janë gjithmonë të mbushura me emocion, rregullim dhe një dozë të veçantë tensioni dhe pritjeje. Të gjithë banorët po përgatiteshin me kujdes, duke zgjedhur veshjet më të bukura, duke i rregulluar flokët dhe duke u siguruar që çdo detaj të ishte perfekt për publikun.
Atmosfera ishte e ngarkuar me emocion dhe shpresë për të dhuruar një mbrëmje të paharrueshme. Në këtë mbrëmje, cilti veçantë që spikati ishte Toni dhe Dolce. Ata po pozonin para kamerave me një elegancë dhe harmoni që tërhiqte vëmendjen e të gjithëve. Toni, duke treguar një gjest romantik dhe të bukur, u ul në gjunjë përpara Dolces dhe i puthi dorën me respekt dhe dashuri. Ishte një moment i sinqert, i bukur dhe i paparashikueshëm, që e bëri publikun të ndjejë një lidhje të fortë dhe një emocion të vërtet midis tyre. Të gjithë banorët të veshur bukur, me stil dhe rregulluar deri në detaje, dukeshin si superhyje, të përgatitur për një natë që do të mbahej mend gjallë. Flokët e shkëlqenin, rrobat e zgjedhura me kujdes dhe buzëqeshjet e tyre plot vetbesim krijuan një atmosferë glamuroze dhe festive. Çdo detaj tregonte se Primei nuk ishte vetëm një transmetim televiziv, por edhe një mundësi për të treguar personalitetin dhe stilin e banorëve. Ky moment i Tonit dhe Dolces nuk ishte thjesht një foto për kamerat, ishte një akt i vërtet romantik dhe i ndjerë, që nxori në pa lidhjen e tyre dhe respektin që ndajnë mes tyre. Publiku vuri re sinqeritetin dhe harmonien midis tyre, duke e bërë çiftin të duket perfekt dhe të paharrueshëm për këtë episod. Në fund, kjo natë para Primeit tregoi se Big Brother Kosova nuk është vetëm lojë dhe strategji, por edhe emocione të sinqerta, elegancë dhe momente që nxjerrin në pa anën më të bukur të banorëve. Toni dhe Dolce u shndërruan në simbol të bukurisë, dashurisë dhe harmonisë, duke treguar se edhe brenda një ambienti të mbushur me konkurrencë. Toni flet me Tonin për Benitën, një moment i ndjeshëm dhe introspektiv. Në shtëpinë e Big Brother Kosova, banorët shpesh përballen me situata që kërkojnë reflektim mbi emocionet e tyre dhe marrëdhëniet me të tjerët. Një nga këto momente ndodhi kur Toni vendosi të flasë hapur me Tonin për ndjenjat dhe situatën e vështirë që kishte përjetuar me Benitën. Ai nisi bisedën me një ton të sinqert dhe pak të trishtuar: "Mua më kanë kapur te puna e Benitës. Ajo i ka dhënë shanse edhe Klodit, prandaj unë kam rënë ngushtë." Fjalët e Tonit nuk ishin thjesht një ankesë, ato treguan një reflektim të thellë mbi situatën emocionale dhe kompleksitetin e marrëdhënieve brenda shtëpisë. Ai pranoi se ndjenja e tij për Benitën nuk ishte e lehtë për t'u menaxhuar, dhe se fakti që ajo i ka dhënë mundësi edhe Klodit kishte shkaktuar një ndjenjë të pasigurisë dhe të rrëshqitjes emocionale. Toni theksoi gjithashtu se ndjenja e tij nuk ishte thjesht xhelozi, ishte një kombinim i respektit, dëshirës për të qenë i afërt me Benitën dhe pakënaqësisë që situata nuk ishte nën kontrollin e tij. Ky moment u shndërrua në një dialog introspektiv ku ai përpiqej të kuptonte emocionet e tij dhe të gjejë mënyrën më të mirë për t'i menaxhuar ato pa shkaktuar konflikt apo tension të panevojshëm. Banorët e tjerë që ndodheshin pranë dëgjuan me respekt dhe reflektuan mbi kompleksitetin e situatës. Shumë e pan këtë moment si një shembull të pjekurisë emocionale. Toni nuk fsheu ndjenjat e tij, por i përballoi me sinqeritet dhe ndërgjegje për situatën reale. Ai tregoi se brenda shtëpisë, ku çdo veprim dhe ndjenjë vëzhgohen nga të gjithë, është e rëndësishme të jesh i sinqert dhe të reflektohet mbi emocionet personale. Ky episod tregoi edhe një dimension tjetër të Big Brother Kosova. Më shumë se strategji dhe lojë, shtëpia është një vend ku ndjenja njerëzore, dilemat emocionale dhe marrëdhëniet komplekse janë gjithmonë në qendër. Reflektimi i Tonit mbi situatën e Benitës dhe Klodit bëri që publiku të kupto. Ludo vlerëson memorien e Elionës, një reflektim mes banorëve të Big Brother Kosova. Në shtëpinë e Big Brother Kosova, ku emocionet, lojrat dhe përplasjet shpesh marrin vëmendjen kryesore, ndodhin edhe momente reflektimi dhe vlerësimi për karakteret dhe aftësitë e banorëve. Një nga këto momente ndodhi kur Ludo, gjatë një bisede të qetë me Hygertën dhe Labinotin, vendosi të flasë hapur për një nga banorët më të spikatura për kujtesën dhe perceptimin e saj, Elionën. Ludo i tha me seriozitet dhe respekt: "Eliona mban mend shumë, edhe në momentin që bën ngushtë, ti përmend një ka një. Kjo është te ata personat që kanë bagazh. Nuk është do si do. Ka memorie, edhe pse është vetëm 15 vjeçe." Fjalët e Ludos nuk ishin thjesht një kompliment i zakonshëm, ato ishin një vlerësim i aftësisë së Elionës për të ruajtur dhe përpunuar informacion, për të vëzhguar detaje dhe për të mbajtur mend situata që shumë të tjerë mund t'i harronin menjëherë. Ai tregoi se, pavarësisht moshës së saj të re, ajo ka një perceptim të thellë dhe një pjekuri në mënyrën se si menaxhon informacionet dhe marrëdhëniet me banorët e tjerë. Hygerta dhe Labinoti dëgjuan me vëmendje, disa me habi, disa me respekt. Të gjithë kuptuan se çfarë do të thotë të kesh një bagazh dhe një memorie të fortë, veçanërisht në një ambient si shtëpia e Big Brother.
ku çdo detaj ka rëndësi dhe çdo veprim mund të përdoret për lojë ose për të kuptuar dinamikën e grupit. Ky moment nuk ishte thjesht një vlerësim për një aftësi individuale, ai tregoi edhe një dimension tjetër të shtëpisë, atë të respektit për inteligjencën dhe për pjekurinë emocionale të banorëve. Ludo tregoi se aftësitë e njerëzve nuk maten vetëm me lojra strategjie, por edhe me kujtesë, perceptim dhe aftësi për të menaxhuar situata komplekse për publikun. Ky episod u bë një nga ato çaste reflektive që tregojnë se Big Brother Kosova nuk është vetëm lojë dhe konflikt, por edhe një vend ku karakteret shpalosen, ku aftësitë personale dallohen dhe ku kaosi dhe e papritura. Bia ndërhyn gjatë fotos së Albës dhe Ludos në shtëpinë e Big Brother Kosova. Çdo moment mund të marrë kthesa të papritura dhe ndonjëherë kaosi dhe humori shkojnë dorë për dorë. Një nga episodet më të paharrueshme ndodhi kur Alba dhe Ludo po pozonin para kameramanëve të shtëpisë, duke krijuar një imazh të bukur dhe të qetë për publikun. Të dy ishin të përqendruar. Buzëqeshjet e tyre të përpiluara dhe pozat e sakta tregonin një moment profesional dhe të qetë. Por, pa pritmas, Bia vendosi të ndërhyjë në mënyrën e saj karakteristike. Ai ju afrua nga mbrapa dhe, pa paralajmërim, i gjuan një shpull të lehtë në byth Albës. Reagimi ishte i menjëhershëm. Alba bërtet e habitur dhe e zemëruar, ç'po bën kështu? Bia na e more fytyrën. Situata u kthye në një skenë kaotike, ku Ludo tentoi të ndërhyjë dhe të qetësoj situatën, por nuk mund të mos qeshte pak nga paprituria e veprimit të Bias. Ndërsa Alba përpiqej të rregullonte pozën dhe të mbante fytyrën për kamerat, Bia u qellua në qendër të vëmendjes, duke nxjerrë një humor spontan dhe pak të çuditshëm që shpesh karakterizon sjelljet brenda shtëpisë. Banorët e tjerë qëndronin duke vëzhguar situatën, disa të habitur nga veprimi i Bias, të tjerë duke qeshur me mënyrën se si Alba reagoi. Ishte një kombinim i papritur i humorit, kaosit dhe tensionit të vogël, që e bëri momentin të paharrueshëm dhe plot ngjyra. Ky episod tregoi një nga aspektet më të veçanta të Big Brother Kosova. Çdo situatë mund të ndryshojë brenda sekondash, dhe marrëdhëniet midis banorëve shpesh përzihen humor, lojë dhe të papritura të pakontrolluara. Bia tregoi natyrën e tij impulsive dhe humoristike, Alba tregoi spontanitetin dhe reagimin e saj emocional, ndërsa Ludo shfaqi përpjekjen për të ruajtur ekuilibrin dhe qetësinë e momentit. Publiku reagoi menjëherë ndaj këtij episodi. Shumë e panë si një moment komik dhe argëtues, ndërsa disa vlerësuan mënyrën se si Alba dhe Ludo përballuan ndërhyrjen e papritur pa humbur shumë kontroll. Bia krijon mësimin e ditës, një fjalë shqipe çdo ditë për banorët në shtëpinë e Big Brother Kosova, ku dramat dhe lojrat shpesh dominojnë ditën. Bia vendosi të sjellë një element edukativ dhe argëtues në rutinën e përditshme të banorëve. Ai i kërkoi të gjithë banorëve që çdo ditë t'i mësonin nga një fjalë shqipe, me qëllim që të përmirësojnë njohuritë e tyre për gjuhën shqipe dhe të argëtohen njëkohësisht. Bia ju drejtua banorëve me seriozitet dhe entuziazëm. Çdo ditë do të më mësoni një fjalë shqipe. Dua ta mësoj mirë shqipen. Mund të jetë një fjalë që ju pëlqen, një shprehje ose diçka e pazakonë. Do ta themi të gjithë bashkë dhe do ta praktikojmë. Banorët fillimisht u habitën, por pastaj ideja ju duke qeshur dhe kreative. Disa filluan të zgjedhin fjalë të zakonshme, të tjera më të pazakonta dhe të vështira. Çdo fjalë u shndërrua në një moment argëtimi dhe bashkëpunimi. Disa banorë shqiptonin gabim dhe qeshnin, të tjerë shpjegonin kuptimin, ndërsa Bia përpiqej ta përsoste shqiptimin e tij. Ky moment tregoi një tjetër dimension të Big Brother Kosova. Shtëpia nuk është vetëm lojë strategjie dhe intrigë, por edhe vend për të mësuar, për të përmirësuar aftësitë personale dhe për të krijuar momente të veçanta ndërmjet banorëve. Ideja e Bias nxiti bashkëpunim, qeshje dhe një dozë të shëndetshme sfide për të mësuar diçka të re çdo ditë. Publiku reagoi menjëherë ndaj këtij episodit. Shumë e panë si një moment edukativ dhe argëtues që e nxjerr Big Brother Kosova nga monotonia e zakonshme. Të tjerët vlerësuan iniciativën e Bias për të sjellë një mënyrë të re interaktive dhe të gjallë në jetën e përditshme të banorëve. Në fund, ky mësim i ditës nuk ishte thjesht një lojë, por një mënyrë për të nxitur bashkëpunim, kreativitet dhe qeshje, duke e bërë shtëpinë më të afërt dhe më dinamike. Bia tregoi se mund të jetë një udhëheqës i vogël dhe argëtues, duke përdorur gjuhën shqipe si një mjet për të krijuar lidhje dhe argëtim brenda shtëpisë. Xhelozia shpërthen. Benita reagon ndaj afërsisë mes Klodit dhe Elionës në Big Brother Kosova. Shtëpia e Big Brother Kosova është një ambient ku emocionet shpesh dalin jashtë kontrollit, ku lidhjet ndërpersonale dhe afeksionet mund të shkaktojnë tensione të forta dhe reagime të papritura.
Një nga momentet më të diskutueshme dhe dramatike ndodhi kur Benita pa një skenë që e tronditi dhe e bëri të ndjejë e lënduar. Klodi duke qenë afër Elionës, duke e përkëdhelur dhe duke e fërkuar me kujdes Benita, që deri atëherë kishte ruajtur një qetësi të dukshme dhe një vetkontroll të fortë, papritmas ndjeu një shpërthim xhelozie. Ishte një reagim emocional, spontan dhe i pakontrolluar, i cili tregoi se ndjenjat brenda shtëpisë nuk janë thjesht lojë, por shpesh të fuqishme dhe të vërteta. Ajo u ngrit dhe nuk mund të mos shfaq tronditjen që ndjente, ndërsa shikonte nga afër afërsinë e Klodit me Elionën. Banorët e tjerë e vunë re menjëherë reagimin e saj. Atmosfera u tensionua dhe disa përpiqeshin ta qetësonin, duke i kujtuar Benitës që të merrte frymë dhe të kontrollonte emocionet. Por xhelozia, ajo ndjesi e fortë që shpesh është e lidhur me ndjenjat e dashurisë, e bëri të vështirë për të qëndronte pasive. Çdo lëvizje, çdo buzëqeshje dhe çdo kontakt fizik mes Klodit dhe Elionës u perceptua thellësisht dhe ndikoi menjëherë në reagimin e saj. Ky moment nxori në pak kompleksitetin e marrëdhënieve brenda shtëpisë. Dashuria, afeksioni dhe ndjenjat e papërmbajtura mund të krijojnë situata që sfidojnë vetkontrollin dhe që shpesh shfaqen në mënyra dramatike. Benita nuk ishte thjesht e xhelozuar, ajo po përjetonte një ndjesi të thellë pasionante dhe të natyrshme, e cila u shfaq përpara kamerave dhe për publikun. Në reagimet e saj mund të dalloheshin dy gjëra: dhimbja e brendshme dhe nevoja për të treguar ndjenjat që ndjente, dhe një paralajmërim për dinamikën që po zhvillohej brenda shtëpisë. Afërsia mes Klodit dhe Elionës nuk ishte vetëm një skenë e pafajshme miqësie, por një Sasa ndjen rrezikun dhe i dhuron kushtrimit byzylykun e Floririt në prag të Primeit. Në shtëpinë e Big Brother Kosova, pragi i Primeit është gjithmonë një moment i mbushur me tension, emocione të forta dhe vendime që mund të ndryshojnë rrjedhën e lojës. Para se banorët të përballen me publikun dhe votimet, atmosfera shpesh bëhet e ngarkuar emocionalisht. Një nga momentet më të ndjeshme ndodhi kur Sasa, duke ndier një lloj pasigurie dhe rreziku për lojën e saj, vendosi të veprojë me një gjest të sinqertë dhe të veçantë. Sasa, duke e ndier veten të shqetësuar dhe të ekspozuar, i u afrua kushtrimit dhe ia dha një dhuratë personale, një byzylyk Floriri. Ky gjest nuk ishte vetëm një simbol i afeksionit, por edhe një mënyrë për të treguar lidhjen dhe respektin e saj për të, duke i dhënë diçka që ka vlerë sentimentale dhe materiale. Unë nuk e di. A do rri me ne shtëpi apo jo? Tha Sasa me një ton të dyshueshëm dhe pak të shqetësuar, duke e ditur se çdo veprim mund të interpretohej nga banorët e tjerë. Por, pavarësisht pasigurisë, ajo i dha kushtrimit byzylykun dhe i tha me sinqeritet: ta ket fat, kjo është për ty. Ky moment u shndërrua në një nga ato çaste të qeta, intime dhe emocionalisht të fuqishme brenda shtëpisë. Banorët e tjerë, duke qenë dëshmitar të dhuratës dhe gjestit, nuk e ndërhynin. Ata e kuptonin se kjo ishte një ndërveprim personal, ku emocionet dhe ndjenjat ishin në qendër. Nuk ishte lojë, nuk ishte strategji, ishte një akt i sinqert, i motivuar nga ndjenja dhe shqetësimi për fatin e marrëdhënies brenda shtëpisë. Kushtrimi e mori dhuratën me kujdes dhe respekt, duke kuptuar rëndësinë e saj. Byzylyku nuk ishte thjesht një aksesor, ai simbolizonte kujdes, afeksion dhe një lloj premtimi emocional, një mënyrë për të treguar që lidhja e tyre kishte një dimension më të thellë se sa duket në sipërfaqe. Për publikun, ky ishte një moment i bukur dhe prekës, ku emocioni i sinqert doli mbi lojën dhe dramat e zakonshme të Big Brother Kosova. Pragi i Primei. Sasa transformon Benitën për Primein. Marshalla Sacop ylli goca. Në shtëpinë e Big Brother Kosova, përgatitjet para Primeit janë gjithmonë momenti i duhur për dramat, emocionet dhe, natyrisht, për një transformim të vogël stilistik. Një nga momentet më të bukura dhe argëtuese ndodhi kur Sasa vendosi të marrë iniciativën dhe të ndihmojë Benitën të duket perfekte për mbrëmjen e sotme. Sasa filloi me kujdes të madh, duke i dhënë Benitës këshilla për flokët, make-upin dhe rregullimin e veshjes. Mos u shqetëso, do të dukesh si yll, i tha Sasa, duke e bërë Benitën të buzëqesh nga nervozizmi i pragut të Primeit. Ajo përdori të gjitha truket e saj, nga kujdesi për flokët te kombinimi i ngjyrave dhe aksesorëve, duke e bërë Benitën të ndiejë e veçantë dhe e bukur. Gjatë procesit, Sasa nuk mund të mos bëjë edhe një koment humoristik: Marshalla Sacop ylli goca, duke e bërë Benitën të qesh dhe të ndihet më e sigurt për mbrëmjen. Ky moment nuk ishte vetëm një përgatitje fizike, por edhe një akt mbështetjeje dhe motivimi. Ndihma e Sasas tregoi marrëdhënien e tyre të ngrohtë dhe solidaritetin që ekziston brenda shtëpisë, ku ndonjëherë buzëqeshjet dhe fjalët e mira janë po aq të rëndësishme sa strategjia dhe loja.
Banorët e tjerë e shikonin situatën me kureshtje dhe shpesh e komplimentonin Benitën dhe Sasan për atmosferën pozitive që krijuan. Ishte një moment argëtues, i gjallë dhe plot emocione, që tregoi se përgatitjet paraprimejit nuk janë thjesht për pamjen, por edhe për humorin, bashkëpunimin dhe mbështetjen ndërmjet banorëve. Kur Benita u pa përfundimisht e rregulluar, energjia e saj ndryshoi menjëherë. Ndërsa Sasa shikonte rezultatin, nuk mund të mos qeshte dhe të komentonte: "Tani je si yll, goca." Duke i dhënë Benitës një ndjenjë të fuqishme vetbesimi dhe krenarie. Ky moment mbeti i paharrueshëm, jo vetëm për publikun, por edhe për banorët, pasi tregoi se ndihma, mbështetja dhe shoqëria janë pjesë e pandashme e eksperiencës së Big Brother Kosova. Në biseda e sinqertë mes Albës dhe Klodit, ndjenja, respekt dhe kufit personal në shtëpinë e Big Brother Kosova, ku emocionet shpesh përzihen me lojën dhe marrëdhëniet ndërpersonale. Ndodhin momente kur banorët ndajnë mendimet dhe ndjenjat e tyre në mënyrë të hapur dhe të sinqertë. Një nga këto momente ishte dialogu mes Albës dhe Klodit, një bisedë që nxori në pa pjekurinë, respektin dhe qartësinë në ndjenjat personale. Alba, duke parë disa shenja të ndjeshmërisë nga Eliona ndaj Klodit, ju drejtua Klodit me kujdes: "E ke vënë re se Eliona ndjen për ty?" Pyetja ishte e thjeshtë, por ngarkuar me emocion dhe vëmendje. Ajo nuk kërkonte vetëm përgjigje, por donte të kuptonte se si Klodi do ta trajtonte situatën dhe ndjenjat e Elionës, duke respektuar gjithashtu marrëdhëniet dhe situatën jashtë shtëpisë. Klodi ju përgjigj me qetësi dhe maturi: "E kam shoqe, se kam dik jashtë që më pret. Dhe nëse Eliona mendon kështu, do t'i kërkoj falje." Këto fjalë treguan jo vetëm respekt për ndjenjat e Elionës, por edhe integritet dhe pjekuri personale. Ai nuk e komplikuar situatën dhe nuk luajti me emocionet e saj, por tregoi qartësisht se ndjenjat e tij janë të vendosura dhe të orientuara nga marrëdhënia jashtë shtëpisë. Gjithashtu, ai theksoi gatishmërinë për të kërkuar falje nëse ndonjë perceptim i saj ka bërë keq. Duke treguar respekt dhe ndjeshmëri për emocionet e të tjerëve, banorët e tjerë që ndodheshin pranë dhe dëgjuan bisedën, u ndan mes admirim për pjekurinë e Klodit dhe reflektimit mbi mënyrën se si duhet të trajtohen ndjenjat brenda shtëpisë. Shumë vlerësuan sinqeritetin dhe qartësinë me të cilën ai vendosi kufit e tij dhe tregoi se ndjenja e miqësisë dhe respektit mund të ekzistojë pa përzierje me ndjenja romantike të paqarta. Ky moment u bë një shembull për publikun dhe për banorët e tjerë, që ndjenjat e dikujt nuk mund të manipulojnë realitetin personal të tjerëve, dhe se respekti, ndershmëria dhe komunikimi i hapur janë gjithmonë më të rëndësishme. Bisedë ndjeshme mes Klodit dhe Kushtrimit, ndjenjat për Sasan në ambientet e shtëpisë së Big Brother Kosova, ku marrëdhëniet dhe emocionet shpesh vendosen nën presionin e lojës dhe vëzhgimit të pandërprerë. Ka momente të rralla kur banorët ndajnë ndjenja të sinqerta dhe reflektime personale. Një nga këto momente ndodhi kur Klodi vendosi të bisedonte hapur me Kushtrimin rreth Sasas, duke treguar kujdes dhe ndjeshmëri për emocionet e tij. Klodi e pyeti Kushtrimin me kujdes dhe pak dyshim: "Nëse del Sasa nga shtëpia, a do të vijë keq?" Pyetja, e thjeshtë në dukje, hapi një diskutim të thellë mbi ndjenjat dhe përjetimet e brendshme që shpesh mbahen të fshehta brenda shtëpisë. Kushtrimi nuk u ndal shumë për të analizuar situatën strategjikisht, por ju përgjigj me sinqeritet dhe qetësi, normale. Pasi është vajzë shumë e mirë dhe normale që kam ndjenja për të. Këto fjalë treguan ndjeshmërinë dhe maturinë e Kushtrimit. Ai nuk e komplikuar situatën me lojë apo pasiguri, por pranoi publikisht se kishte ndjenja të sinqerta dhe të natyrshme për Sasan. Për Klodin, kjo ishte një përgjigje e qartë dhe e hapur, që i lejonte të kuptonte thellësinë e lidhjes emocionale që Kushtrimi kishte zhvilluar brenda shtëpisë. Banorët e tjerë që ndodheshin pranë dhe dëgjuan bisedën u ndan mes habis dhe vlerësimin. Shumë vunë re se momenti ishte i qetë, pa tension, dhe tregoi një aspekt tjetër të shtëpisë, atë të ndjenjave të sinqerta, ku respekti dhe ndjeshmëria vlerësohen më shumë se strategjia dhe rivaliteti. Ky episod nuk u bë thjesht një bisedë për Sasan, por një pasqyrë e natyrës njerëzore brenda shtëpisë së Big Brother Kosova, si ndjenja e të qenit i dashuruar, si hapja e zemrës dhe si pranimi i emocioneve personale mund të ndikojnë në marrëdhëniet dhe atmosferën midis banorëve. Për publikun, ky ishte një moment i bukur dhe i sinqert, ku ndjenja u shfaqen pa filtrime dhe pa manipulime. Në fund, biseda mes Klodit dhe Kushtrimit tregoi se edhe në një shtëpi të mbikëqyrur 24. Bisedë ndjeshme mes Klodit dhe Kushtrimit, ndjenja për Sasan në ambientet e shtëpisë së Big Brother Kosova, ku marrëdhëniet dhe emocionet shpesh vendosen nën presionin e lojës dhe vëzhgimit të pandërprerë.
Ka momente të rralla kur banorët ndajnë ndjenja të sinqerta dhe reflektime personale. Një nga këto momente ndodhi kur Klodi vendosi të bisedonte hapur me kushtrimin rreth Sasas, duke treguar kujdes dhe ndjeshmëri për emocionet e tij. Klodi e pyeti kushtrimin me kujdes dhe pak dyshim: nëse del Sasa nga shtëpia, a do të vijë keq? Pyetja, e thjesht në dukje, hapi një diskutim të thellë mbi ndjenjat dhe përjetimet e brendshme që shpesh mbahen të fshehta brenda shtëpisë. Kushtrimi nuk u ndal shumë për të analizuar situatën strategjikisht, por ju përgjigj me sinqeritet dhe qetësi, normale. Pasi është vajzë shumë e mirë dhe normale që kam ndjenja për të. Këto fjalë treguan ndjeshmërinë dhe maturinë e kushtrimit. Ai nuk e komplikuar situatën me lojë apo pasiguri, por pranoi publikisht se kishte ndjenja të sinqerta dhe të natyrshme për Sasan. Për Klodin, kjo ishte një përgjigje e qartë dhe e hapur, që i lejonte të kuptonte thellësinë e lidhjes emocionale që kushtrimi kishte zhvilluar brenda shtëpisë. Banorët e tjerë që ndodheshin pranë dhe dëgjuan bisedën u ndan mes habis dhe vlerësimin. Shumë vunë re se momenti ishte i qetë. Pa tension dhe tregoi një aspekt tjetër të shtëpisë, atë të ndjenjave të sinqerta, ku respekti dhe ndjeshmëria vlerësohen më shumë se strategjia dhe rivaliteti. Ky episod nuk u bë thjesht një bisedë për Sasan, por një pasqyrë e natyrës njerëzore brenda shtëpisë së Big Brother Kosova, si ndjenja e të qenit i dashuruar, si hapja e zemrës dhe si pranimi i emocioneve personale mund të ndikojnë në marrëdhëniet dhe atmosferën midis banorëve. Për publikun, ky ishte një moment i bukur dhe i sinqert, ku ndjenja u shfaqen pa filtrime dhe pa manipulime. Në fund, biseda mes Klodit dhe kushtrimit tregoi se edhe në një shtëpi të mbikëqyrur 24. Dolce sfidon Bias, një përplasje e fortë në shtëpinë e Big Brother Kosova. Shtëpia e Big Brother Kosova shpesh kthehet në arenë për përplasjet e forta mes banorëve, ku çdo fjalë ka peshë dhe çdo reagim mund të interpretohet nga banorët e tjerë dhe publiku. Një nga momentet më të tensionuara ndodhi kur Dolce vendosi të përballej me Bias, duke mos kursyer asgjë nga sinqeriteti dhe vendosmëria e saj. Në një konfrontim të drejtpërdrejtë, Dolce i tha Bias: "Unë nuk merrem me nivelin tënd, se ti je shumë poshtë. Është turp të merresh me ty." Këto fjalë nuk ishin thjesht një koment i thjeshtë, por një përpjekje për të vendosur një kufi dhe për të treguar dominimin në situatë. Dolce po e bënte të qartë se nuk do të humbiste kohë me diskutime të kota ose provokime që ajo i konsideronte të pavlefshme. Reagimi i saj tregonte jo vetëm guxim, por edhe një mënyrë për të ruajtur autoritetin dhe qetësinë në situata tensionesh. Bias, nga ana tjetër, mbeti i befasuar, duke mos pritur një reagim kaq të ashpër dhe të drejtpërdrejtë. Ai u gjen përballë një kritik të hapur për nivelin e tij dhe për mënyrën se si lidhet me banorët e tjerë. Në këtë moment, u pa qartë se në një shtëpi të izoluar dhe të mbikëqyrur 24/7, fjalët dhe reagimet kanë një efekt të fuqishëm në dinamikën e marrëdhënieve. Ky episod nuk ishte thjesht një debat personal, por një reflektim mbi hierarkinë e komunikimit dhe respektit brenda shtëpisë. Dolce tregoi se pavarësisht presionit të lojës dhe provokimeve, ajo ka aftësinë të ruajë qetësinë dhe të zgjedhë betejat që ia vlen të luftohen. Për publikun, ky moment u bë një nga ato që nënvizojnë karakterin e fortë dhe vendosmërinë e një banori, duke e bërë Dolce të duket e vendosur dhe e pa kompromis. Banorët e tjerë shikonin situatën me habi dhe respekt, disa duke kuptuar mesazhin e Dolce, ndërsa të tjerë duke e parë si një provokim që mund të shndërrohet në debat më të madh. Publiku reagoi menjëherë, duke vlerësuar vendosmërinë dhe sinqeritetin e saj. Dhe disa Një moment i papritur dhe i çuditshëm. Labinoti i lyen gishtat e këmbës Bias. Shtëpia e Big Brother Kosova është e njohur për situatat e paparashikueshme, ku banorët shpesh surprizojnë njëri tjetrin me veprime të pazakonta dhe spontane. Një nga momentet më të diskutueshme dhe që la shikuesit pa fjalë ndodhi kur Labinoti vendosi të lyente gishtat e këmbës së Biasit, duke krijuar një skenë të pazakontë, të çuditshme dhe shumë të komentuar brenda shtëpisë. Ngjarja ndodhi ndërsa disa banorë ishin të ulur së bashku, duke biseduar dhe duke kaluar kohë në ambientet e përbashkëta. Labinoti, i cili shpesh është i njohur për lojrat e tij të papritura dhe humorin spontan, i afrohet Biasit dhe fillon të lyente gishtat e këmbës së tij. Fillimisht, disa banorë mbetën të habitur dhe nuk e kuptonin qëllimin e veprimit, ndërsa disa të tjerë qeshnin dhe e merrnin si një shaka tipike të Labinotit. Bias, nga ana e tij, duket i befasuar dhe nuk di si të reagojë. Ka një kombinim mes habis dhe pakënaqësisë, duke kuptuar se veprimi ishte i papritur dhe i pazakontë. Ai tenton të qetësohet, por nuk mund të mos ndiejë siklet.
Ky moment nxori në pa dinamikën e marrëdhënieve brenda shtëpisë. Labinoti shfaq energjinë e tij të paparashikueshme dhe sensin e humorit, ndërsa Bias tregohet më i rezervuar dhe reflektiv, duke u përpjekur të menaxhojë situatën pa krijuar konflikt. Banorët e tjerë, duke qenë dëshmitar të ngjarjes, filluan të komentojnë mes tyre, duke e kthyer situatën në një temë të nxehtë bisedash. Disa e panë si një shaka të pafajshme dhe pjesë të natyrës lojale të Labinotit, ndërsa të tjerë diskutuan mbi kufitë e respektit personal dhe për atë që konsiderohet e pranueshme brenda shtëpisë. Publiku reagoi menjëherë në rrjetet sociale. Shumë komentues u habitën nga veprimi i Labinotit, duke e parë si të pazakontë dhe qesharak, ndërsa disa e vlerësuan guximin dhe spontanitetin që ai sjell brenda shtëpisë. Ky episod nxori në pa një nga elementet më të veçantë të Big Brother Kos.